Radha Krishna Karuna Lola Radhe Govinda Radhe Govinda Murali Govinda Radhe Radhe Govinda Murali Gopal. Përshëndetje, jemi gjithmonë bashkë, edhe është kënaqësi ti me juve, ndaj me juve, çfarë mundem të ndaj. Çfarë do ndajmë sot së bashku? Mendoj të ndajmë faktin se kush jemi në të vërtetë. Je e vërtet këto trupa, këto mendje, këto intelekte, apo jemi diçka tjetër përtej? Që gjithë jemi rritur dhe kemi menduar gjithmonë që identifikohemi me këto trupa, me këtë mendje, me këtë intelekt. Sa e vërtet është kjo? Ne ta shtjellojmë sadopak të fakt. Që kur lindim, që kur jemi fëmijë të vegjël, lindim, vim në këtë jetë. Edhe gjatë gjithë kohës, trupat tanë ndryshojnë. Unë kur kam lindur, nuk kam lindur me këtë fizikë që kam tash. Kam lindur si gjithë tjerët, bebe, 3 kg, 3 kg 100 gram, 200 gram, nuk e di se më e mund tash. Por fakti është që me kalimin e viteve, gjitha qelizët e trupit njerëzit zëvendësohen. Vazhdimisht. Çdo 7 vjet trupi i ndron të gjitha qelizët e veta për të ripërtërir qeliza të reja. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që trupi im tashi nuk është njësoj me trupin tim që kam pasur kur isha fëmijë. Nuk është njësoj me trupin që kam pasur kur që fillova shkollën, vajta deri bëra 18 vjeçare. Ai trup nuk ekziston më. Qelizat e atij trupi kanë marrë fund, nuk dihet ku janë. Po ashtu, qelizat e trupit kur unë ndjesha në maksimumin e energjive të mia, isha 15, 18, 20 vjeç, si çdo njeri në atë moshë është në shpërthim më sipër, është në maksimum. Edhe ai trup nuk ekziston më. Gjithë qelizat e atij trupi kanë ngordhur gjitha. Edhe kështu vazhdon cikli, çdo 7 vjet, trupi jon ripërtërihet. Vjen duke mos i arrin pikun normal që fillon pastaj dishesa. Është si puna e kur fotokopjon diçka. Fillim fare fotokopjet dalin me më të qarta, e kupton? Ke fleta, pastaj duke kaluar edhe duke u zbehur fleta, me printi që ngel ke fleta. Edhe kështu dhe jeta jon. Më shumë kalojnë vitet, më shumë zbehet ajo ngjyra e jetës. Po çfarë tregon kjo? Po të rrim mendohemi sadopak. Ne arrim kuptojnë që edhe pse ne ndrojmë trupin vazhdimisht gjatë jetës, edhe ky është një fakt që nuk e mohojmë dot. Përsëri identiteti jon si njerëz është po ky. Unë jam po Artani. Sigur kam qenë fëmijë i vogël, sigur rrita, sikur shkova ushtar, sikur u lirova, sikur mbajta në emigrim, erdha nga emigrimi. Pra, çdo kohë unë jam po Artani, pavarësisht se trupi im është ndruar disa herë gjatë kësaj jete. Pra, unë kam eksperimentuar vdekjen gjatë gjithë kësaj kohe, në të njëjtën kohë
identiteti im vazhdon të jetoj. Unë jetoj akoma. Edhe ky është fakt. Nuk s'mundemi ta mohojmë dot. Neve e përjetojmë vdekjen duke qenë gjallë gjatë jetës. Fakti është që çdo natë që neve shtrihemi në krevat për të fjetur gjumë, neve u mbasim komplet pa ditur se ku jemi, dhe vetëm në mëngjes kur ngrihemi nga gjumi, atëherë ngrihemi përsëri në këtë jetë, pasi trupi është akoma i vlefshëm edhe shpirti nuk e ka abandonuar akoma. Kështu që edhe kjo është një lloj eksperiencë e vdekjes. Kjo është vdekja, me pak fjalë. Edhe tashi, duke kuptuar këtë, ne arrim të kuptojmë sadopak që nuk qënë kemi trupi. Nuk jemi ky mish e këto kocka. Jemi përtej kësaj. Ne jemi qenie shpirtërore në një trup material. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që kemi ardhur në këtë tokë si mysafir, sepse të gjithë mysafir jemi, vim provizorisht, para aq vite sa na janë shkruar në qetap, jetojmë jetën tonë edhe ikëm përsëri. Dhe konkluzioni është që jemi qenie shpirtërore në një trup material. Qenie shpirtërore të pavdekshme. Nuk ka lindje, se nuk ka edhe vdekje. Thjesht ndrojmë trupin për të vazhduar përsëri në një eksperiencë të re, në një tjetër eksperiencë që marret nga karma, që e themi, marret nga çfarë do mbjellësh do korrësh, që kjo është karma. Mbas asaj që ke dhënë, atë do marrësh në jetën tjetër. Kështu që njerëz, filloni të kuptoni me të vërtetë se kush jeni. Mos e identifikoni me trupin, sepse trupi është i destinuar që të shkoj aty ke 2 metra avans. Atje ku shkojmë gjithmonë, gjithë, pa përjashtim. Dhe sjell dhe një fakt tjetër shumë interesant, që ne mendojmë për gjithë që vdesin. Vdiq filani, vdiq filanka, vdiq filani, osa gjenafi, osa këshuari. Një fakt që për veten tonë se mendojmë asnjëherë vdekjen. Çuditërisht, asnjëherë nuk na shkon nëpër mend që do vdesim një ditë. Edhe kjo ka një arsye shumë të madhe, ka një domethënie. Sepse ne brenda nesh e dim shumë mirë që jemi të pavdekshëm. Është si një makinë që ne blejmë. Ajo makinë do përdoret sa do përdoret, do vi një ditë koha do bëjt vetën. Je i detyruar ta ndrosh. Do lësh një Toyota të vjetër, edhe do marrësh një makinë më të re. Është si kjo bluza që unë kam veshur. Këtë bluzën se kam blerë që ta kem për jetësi. E kam blerë, do jetë me mua 2, 3, 4 vjetë, nuk e di. Në moment në parë që do vjetrohet, do mdali nga qefi, do blej një tjetër, do vesh një tjetër. Kjo është edhe ajo që bën Zoti me ne. Momentin që kemi këtë trup, mra telefon. Okej. Pra, është e njëjta gjë, ndrojmë trupat. Po kjo nuk do të thotë që merr fund çdo gjë. Jo njerëz, jo. Gëzojeni faktit që jemi pjesë e Zotit, jemi pika e ujit në një oqean. Nëse oqeani është i pavdekshëm, ka ekzistuar dhe do ekzistojë përjetësisht,
që është Zoti, edhe ne që jemi pika e ujit të këtij oqeani, jemi të pavdekshëm përgjithsisht. Ky ishte mesazhi im për sot. Mendoni gjithmonë që jeni qenie shpirtërore dhe të pavdekshme. Mos e humbisni kurrë atë forcë që e ka dhënë Zoti. Sepse njeriu kur e di që është qenie shpirtërore është vërtet nuk e shkel dot me këmbë. Është potencë. Kështu që edhe për sot ju përshëndes. Edhe shpresoj që shumë shpejt do të gjejmë një lidhje tjetër. Faleminderit. Radhe Govinda Murali Gopala Hare Krishna 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 Hare Hare